parë se cilët do të jenë mbretërit e ri të futbollit, por ne, kampionët e vërtet të botës, jemi rigoros, si çdo mbrëmje. Mirëpresim ata! Peço dhe Bushi! Quna, mi mbrëma, quna! Brava Marina. Mbrëma. Pse nuk thu kampionët e midi, vetëm Bushi Peço. E kam thënë disa herë, po nuk është se më thatë asë një moment që faliminderit. Bushi, ke filluar punë të re? Ku të kanë kapur këtu? Ku ke qenë? Jo, Peço dje... Hajde për hajde, qofë zoti spis. Hajde! Unë po gjoha muzikë, unë s'ka më Ti këtë tërë. thuaj, që të pak mundësi. Prandaj merr dash shumë dënime se ka qef mashinat të shofit duke kërcyer. Jo, Peço dje tha që nuk e kishe kuptuar dje. Po lërë Kishe mëse. kuptuar, prandaj ishe po serios. Tani ka kuptu, do në gjërë sot që do thot për atë. Peço, si jemi sonte, Peço? Zjarr. Zjarë fare. Ju ftoj që t'uleni. Mirëpresim Edmond Kaplani dhe Koli. Brava. Homo qëra me brëma. Se, a e dëgjua qa këngë kishim që parë? Po kurse neve s'na veni as Nuk e di kënga si pse kjo, i vetëm trajtoni Serios fare, o pusha, më pusha. Serios fare. Marina, Isha të nduke them muzika, diçka. për zotin. Edhe po i bisha edhe kësaj. Po, i O bje Bush, po. është edhe për ty, do të them diçka. Më merr sot në telefon sot mas dite i president një nga më të vjetrit futbollit këtu në Shqipëri, Po. ti klubi, thamu ti me Bushin jeni çunat e showbizis, merrin më me futboll? Shumë mirë, ja pas ka thënë. Si më Shumë mirë, do po na le pa punë. Thuje kush ta tha, mos thuje. Po, po. Thuje kush ta tha. Thu, kush e dha? Presidenti, Monja. ish presidenti Yuse Belliu. Më E merr telefon. përshëndesim shumë, e përshëndesim. Përshëndetje president. Vetëm Marino E ta merreni me showbizta, nuk merreni më me futboll? Po ju jeni ajka e kampionëve më. Pa ju s'do bënte kur kampion të botës, kur. Kaplani, si është situata? Ha, Ishte sot. Situata që mirë si gjithmonë. Ku vjen këtu situata bëhet perfekt. bëhet zjarë, dhe zjarë do jeni, uroj që të fitoni. Do fiton. E rëndësishme është që mos fitojmë shumë bindë. Hiçëm. Është i koncentruar, çishi është i koncentruar. Çfarë, për planet e jetës këtu. Si nuk dëgjon. Mosha, rënd fare. Jo, po unë ju shoh ke ekrani atje, s'përqendrojmë tu se Marina e bërë shumë e mirë sot dhe ja nga Shqyqë, hajde kthehemi për pyetje. Disputan me toca. Hajde dhe moj tjera que ya e gusta dar. Hajde dhe moj Uleni, faleminderit Kaplan. se mbando dhe ja ka Si e pas kemi sonte kampionët. A i pa diskutime është një ndër trajnerët më të mirë shqiptar, Sulejman Starova. Mirë mbrëma Starova. Tani, unë e para kam derin që të kam afër, edhe e dyta të tregova një gjë që parë, që ishte një mendim shumë i sinqert. Shumë vite përpara ku unë prezantoja sportin, sa herë që ishte Starova i ftuar në studio, në gjithmonë thoja, jo, unë s'dua si bëj asnjë pyetje se ishe shumë i egër. Do vazhdosh të jesh i egër apo jo? Serios. Ha, jo, ishe dhe i egër më. Jo, a dhe I egër. Qa është ka pyetja ma bëja? Tha, okej, nuk bëjmë më pyetje. Ja, shihen. Okej. Mirëpresim. Casey Toçi është ish sportiste. Casey, mi mbrëma, Casey.
sot. Faleminderit shumë, edhe super pozitive. Faleminderit edhe Faleminderit ty për ftesën, jam shumë e lumtur si të thash me ty që jetash me ikona e ekranit dhe e sportit. Faleminderit. Si ka qenë situata e botrorit me ty, Kejs? Shumë emocionuese, unë jam shumë tifoze sepse jam edhe veti sportiste dhe di shumë mirë se sa grind duhet të kesh për të qenë sportiste. Kështu që kam për Spanjën. Për Spanjën jam shumë e lumtur që diskutojnë finalen. Pas ke goditur në shenjë. Po. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Vazhdojnë duart trokitet për kushtrim. Krelani! Ku e kemi muzikën? Pare nuk ka pare, ka një heras për cigare. Hajt mos e problem nuk ka, se mirë ka me u ba. Pare nuk ka pare, hajt se pareja s'është paqare. Me kon shnash, me kon një lirë, ti kur bëhet mirë. Super këngë kushtrim, super këngë, kjo është kënga jote më e re, apo jo? Po. Dhe duket që gjatë gjithë verës do na shoqëroj në të gjitha festat tona. Kushtrim me botrorin, si të kemi? Jo edhe qaq mirë, sa ko mujtë me përcjellë, se kena pas shumë angazhime dhe vazhdojna me pas. Po tani me Spanjë dhe Argentinë, nga cila skuadër do anosh? Argentina, definitivisht. Definitivisht, e tha dhe bindshëm. Faleminderit shumë të ftoj të ulesh. Faleminderit shumë, përshëndetje. Mirëpres, me shumë kënaqësi, Ulpiana Lama. Mirëmbrëma, Ulpiana. Mirëmbrëma e dashur. Faleminderit që ke ardhur. Kënaqësi, si mund të them ty jo, mas 12 vitesh që nuk kemi parë. Fiks, kemi kaq shumë vite që nuk kemi parë. Ti tani je në diplomaci, ke kaluar totalisht në tjetër aspekt, po mua më merr shumë malli për ty në televizion, shumë. Je një nga zonjat e fishme tonat. Faleminderit. Tani, je veshur me të kuqe, nuk e di a ka lidhja apo jo Spanjë-Argentinë? Çfarëdo që t'jetë, di që do t'jetë një stadium që fleti gjithë i spanjisht, e vara. E dyta është një ndeshje brenda shtëpie, Carrera Patria, atë dhe i dashur, cili do me miliona Argentinas që kanë pasaporta spanjolle. E dyta di që për mua është interesante të ndjek që do ndodhë media sociale. Edhe që do ndodhë media sociale, ajo media sociale e cila rastësit po i kthe në simbole. E vërtet. Fotot po i kthe në profeci, Messi, Yamal, dhe talentet e jashtëzakonshëm në trashëgimtar. Dhe unë tani dua të shoh, do të ketë turnej përplasje titanësh ku princi e merr pa luftë apo me lufta të skeptrin, këtë pres të shoh të dielën. Dhe pikërisht, faleminderit shumë. Dhe pikërisht këtë do të shohim tani në atmosferën e ndeshjes, futemi nëpërmjet kronikës. Do doja ta nisja diskutimin me njëherë me Starovën, duke qenë se ne kemi analizuar shpesh edhe Spanjën dhe Argentinën në fillim të botrorit. E kishe parashikuar një finale të tillë? A ishte brenda pritshmërive të tua apo jo? Argentina patjetër, Brazili dhe katërt famshët e Evropës. Mbi Gjilja. Ndërkohë si finale si e duke i bërë një analizë kështu për ciptas. Po kanë ardhur skuadrat më të mira, kanë kaluar neshtet porta, në përgjithësi kemi pa i botnor me nivel të lartë. Këtë radhë me 48 skuadra, me nivel konkurrues, duke qenë kaq shumë, por edhe shumë pak neshje që nuk priteshin që të ishin, edhe e përgjithshme, pra kjo ishte pozitivja. Shumë skuadra, edhe ato ndeshje që ne kujtonim që nuk do kishin interes në grupe, po të kujtonin edhe ato bën bukra. Rregulli i 8 skuadrave në grupe si të treta bën që dhe ndeshjet e fundit të grupeve të ishin interesante dhe mos tolerohesh. Këto janë gjithë, sigurisht pastaj gjithë to elementet kryesorë të bollit sotëm, që është dominimi lojës nëpërmjet zotërimit topit kundra presingu, kundar presingu, e tjerë, duelet teknike. Dhe mendoj që kanë ardhur skuadrat që kanë meritu, kanë vujt të dyja paka shumë. Besoj se Spanja është më e mira deri tani. Ajo komandon lojë, është mirë teknikisht, luan në gjithë kanalet e sulmit, është e fortë shumë në kundra presing, ndërsa Argentina si mas meje bën dallimin e asaj lidhjes
skuadër tifozësh. Po. Asnjëherë kjo skuadër nuk ka pasur lojtarë që të futet mendojnë për veten apo ta them shumë në gjipër që kanë qenë shohin. Janë të lidhur shumë me publikun dhe ky shpirt i garës bën që edhe pse nuk e komandojnë lojën, kjo është një skuadër që nuk e komandon lojën, por që në momente vendimtare kjo është shumë decisive dhe aty bën diferencën. E vërtet. Mirë, ne kemi zbërthyer finalen në disa aspekte. Unë do doja që të ndaleshim tek pika e parë. Është aspekti moral dhe do doja një mendim nga të gjithë. Në aspektin psikologjik, si vinë të dyja skuadrat? Kë është ti favorite? Në aspektin teologjik mendoj që të dyja janë të barabarta. Do të thosha sepse Spanja nisi kampionatin botror jo mirë me atë ndeshje me ekipin e Gjelbër dhe pastaj ishte një ekip që ishte në progresion. Pastaj nëse im ndeshja e fundit ke gjysmëfinale bëri një ndeshje që e ridimensionoi Francën, një nga ekipet më të forta të botrorit. Pra vjen me një besim të lartë mendoj. Po ashtu Argentina është pak më lart se Spanja nga ana e besimit sepse është një ekip që pothuajse të gjithë ndeshjet e fazës me eliminim direkt i ktheu. Dhe kjo tregon për një besim të lartë në ekip, tregon që ata kanë një forcë, kanë kualitet, e thash dhe dje Argentina është paketë komplete. Mbushi, cilën e shem më të favorizuar nga aspekti moral? Moral mendoj Argentinën, më lartë se Spanja, sepse i ka kthyer ndeshjen minutë fundit. Dhe kjo tregon karakter, edhe tregon që ti nuk dorëzohesh kurrë, edhe kjo është shumë e fortë. Kurse Spanja ka fituar në mënyrë të rrjedhshme, me vështirësi, po rrjedhshëm i ka fituar. Unë mendoj që Argentina psikologjikisht është më e fortë. Nuk ka dhe presionin e marrjes kupës me do e mos, vati deri në finale dhe sikur mos ta marrë nuk ka asnjë lloj problemi, prandaj e shoh dhe nga ana psikologjike e shoh më lart Argentinën. Poli? Po të ndjekësh i çik shtypin botëror sot, po lexoja disa gazeta, vjen në dukje, domethënë atë për krajen e madhe që pas ka pas, më thonjë za Argentina gjatë këtij të botërori dhe pasqyroshin video të tëra, domethënë 7-8 raste me Anglinë, domethënë ku mund të ishin ndëshkuar me kartona lojtarët, ndërhyrje domethënë në 3-4 ndeshje që Messi ka qenë domethënë për të marrë karton të verdhë dhe nuk ja kanë dhënë. Kishin bërë dhe një sondazh që a duhet toleruar apo jo për të shkuar në finale Argentina, ishin 10 milion njerëz që kishin thënë jo. Jo, sepse në një farë mënyre domethënë nuk e di sot me këto mediat online, do me thënë ku njerëzit shprehen e gjitha, është e pa mundur që t'i mbyllësh sytë njerëzve. Kjo përsa i përket asaj që ka ndodhë para syve të gjithë neve. Përsa i përket anës teknike, për mendimin tim... Moral, jo teknike, moral. Pastaj do shkojmë te teknikja. Kjo do me thënë është përsa i përket anës moral. Për Spanja, për mendimin tim, tregoj me gjithmen forcën që ka dhe trajneri që është do me thënë po shifsha do me thënë qa ka arrit kjo njeri me bë. Do me thënë kompliment të Spanjës për këtë gjë. Ka plani? E ndëgjova profesor Starov me shumë vëmendje, sepse duke qenë se ka eksperiencë të madhe, plus para një viti kam mësuar shumë ose kam dëgjuar shumë ka leksionet që na ka dhënë te UEFA Pro. Kështu që jemi pak a shumë të njëjtë në mendimet, i kam thënë dhe mbrëm dhe prambrëm. Vetëm se në moshë jam më i vogël. Çfarë thot Bushi, çfarë dhe Bushi? Vetëm se në moshë është më i vogël Kaplani dhe. Po më i bukur gjam profesor Sula. Po prandaj kompliment po i bëj. Të dalim të kjo, e kam thënë dhe prambrëm që unë shoh duke parë dy skuadra që janë Mortel Latino dhe shoh një skuadër që është një finale që dihet spektakël. Pse se të jep spektakël, sepse mos harrojmë diçka. Argentina për mena dje është një skuadër që me vërtet japin maksimumin për kombin e tyre çdo lojtar, kurse Spanja vjen me atë sigurin në lojën e atyre, sepse po të shoh dhe statistikat që ka Spanja. Keni bërë ju në këtë studio, statistikat 4 skuadra që në gjysmë finale. Statistikat e Spanjës janë maksimum me vrapime, me mbajtjen e topit, me vrapime intensive, janë shumë më lartë se të 4 skuadra që në gjysmë finale. Kështu që statistika nuk gënjen, sepse kjo tregon sepse ato din të vrapojnë, din të luan dhe me topin. Dhe mos harrojmë diçka, atë që përmeni Peç më parë, dhe ndeshjen e parë, me vërtet dolën 0-0 me ekipin e Gjelbër. Po qa më pëlqeu ai që e humbi topin dhe u ktheni me një tranzicion negativ maksimalisht në sprint mbrapa. Dhe kjo e tregon atë Spanjë që me të vërtetë nuk bëjnë gol ndoshta përpara, po ato dinë të mbrohen dhe shumë mirë mbrapa. Dhe prandaj e shoh
po t'i shohësh të dyja skuadrat, Argentina vjen me petkun e kampionës së botës, Spanja vjen me atë me petkun që jam favorite nga fillimi deri në fund dhe unë e shoh ka të dyja skuadrat jetë ndeshje spektakolare, po është vështirë. Po në aspektin moral, meqenëse jemi duke zbuluar të dyja moralet janë maksimal. Kjo më thonë që nuk besoj se as 50-50. Është okay. Diçka përshtuar nga aspekti moral Starova? Moral e thanë gjithë kur arrin finalen nuk ka non nga ana që të kesh në emocion ose në një përgjithësi. Kur arrin finale e ke larguar të stresin atë detyrim që ke për të arrit deri aty. Po. Unë desha mbështuar te puna e Argentinës e fillimin e lojës me Angli, sepse gjyqtari u kritiku shumë rënd, sepse e la lojën në rënd, por kjo nuk është se ndikojnë rezultate. Sepse Anglia u dhoqi për 80 minuta, e superoi atë grindën e kësaj skuadre që kur gjen një arbitrë si e hyj asaj nate, vazhdojnë presionin jashtë rregullores, po i la arbitri, ai nuk qiti as verdha, as kartona, as nuk paralajmëroi, po nuk është se ndikoi pastaj në fundit, se ajo që ndodhi ishte një surprizë që e shef gjithmonë futboll, të dominosh lojën ti është 80 minuta, të kalosh në avantazh, ku atë dhe mëdha zakonisht e menaxhojnë këtë lloj avantazhi, po kjo finale, të kthehen finales, kjo është një 50-50. Arsyeja që pse Spanja nuk është mendimi im, si thua dhe Kaplani, po kjo është ekspert të FIFA-s në bazë statistikave dhe që këto konsiderojnë që Spanja është skuadra që ka bërë më mirë. Që dominosh është një gjë që e kanë gjithë skuadrat më të mira. Duan të kontrollojnë neshën duke dominu, duke qenë ato zotrim topit. Po kjo nuk do thotë nuk mjafton për ta fituar lojën. Sepse mund ta fitojë lojën ajo që është një dukuri që është pak e gjithë skuadrat. Mbrojtje kompakte, organizuar e gjitha skuadrave dhe kundër sulmi shpejt. Pastaj fillojnë diferencat që dhe Kaplani ka qenë Franca ajo që ka qenë më mirë në tranzicionin defensiv. Do më thënë, nuk kapesh asnjëherë, ishe shumë kompakte, po ja një gabim, si no, dhe sot për shumë mund pritet një gol nga goditë standard, mund shkem dhe ke penaltit, pavarësisht se themi që Spanja, unë parashikoj që do jetë ajo që do dominoj lojën nëpërmjet zotrimit topit. Okej. Casey? Po, është pak e vështirë të bësh një parashikim të saktë, sepse... Po të ka kënaqur deri tani Spanja? Po, patjetër. Ma bëj një analizë të shpejtë deri më sot. Shiko, unë do thoja që atë shprehjen ka ardhur haku tek i Zotit, sepse kemi përballë kampionën e botës me kampionën e Europës. Edhe këtë bën botrori faktikisht, apo dhe kampionati Europian, që tregon që sporti nuk mund të matet vetëm me yje individual, por matet nga unifikimi i grupit, nga disiplina, nga mënyra se si e menaxhon presioni dhe sa pasion ke. Pavarësisht unë jam në Spanjën, unë në ndeshjen e fundit me Argentinën, unë nuk pash ndeshje, unë pash luftë gladiatorësh, u luftua në çdo centimetër katror të asaj fushe, donin ta fitonin, e fituan, e kërkuan, kështu që sporti në çfarëdo lloj kategorie, jo vetëm futbolli, por çfarëdo lloj sporti kërkon grind, kërkon shumë dashuri dhe shumë pasion. Dhe Argentina e ka demonstruar, por edhe Spanja, kështu që nuk e di të bëj një parashikim të saktë sa i ndeshje, di që do të jetë ndeshje shumë e bukur, edhe do të jetë shumë emocionuese për mua, po dhe për çdo tifoz që do ta shohim. Vërtet, mezi po e presim. Kushtrim? Unë mendoj që në aspektin moral, Argentina është pak më lart se Spanja, ndoshta për faktin që janë kampion fuqie dhe dojnë me çdo kusht me mbrojt titullin, edhe ndoshta për shkak që nuk i dihet kur pensionohet Lionel Messi, unë jam fans më i madh i Lionel Messit. Edhe normalisht ma vërmene që kanë më munu me çdo kusht me mbrojt titullin, po njëjtë edhe Spanja ka kallëzu që me atë konsistencën e vetë se çka mundet me bo, nuk e di, është një përballje shumë e fortë edhe s'moj me di diçka më shumë se çka. Nga aspekti fizik, një mendim të shpejt, cili vjen më mirë? Nga aspekti fizik
Nuk e di, a mund të ketë ndikuar fakti i Argentinës që ka pasur 2 ndeshje në shtet? Aspekti logjik është që me që Argentina ka bërë disa ndeshje me kohë shtesë, është me konsumuar se Spanja. Në thjesht në aspektin logjik, nga që për minutat e luajtura. Por është ajo që tha pak më parë profesor Sarova që kjo është finale. Edhe në finale të Kupës Botës nuk intereson më asë njeriu, atyre që kanë luajtur më shumë, nuk intereson absolutisht gjithfare se sa kanë luajtur ose sa më tepër kanë luajtur. Mendoj që ekipet kanë përty nga ana agonistike të paktën, kanë për të futur me një Kesi si e? Mirë, nuk të rembë. Kam filluar unë të rembë më shumë se që duhet. Po thosha Maria, se të mbaruar nga ana agonistike dhe nga ana e adrenalinës, mendoj që nuk të bënë më përshtypje se çfarë luajtur më parë. Argentina është një ekip shumë fizik, e tregoi edhe me Anglinë, edhe për shkak të historisë që ka pasur me Anglinë, mënyrën si luajti, u përmend pak këtu, kemi bënë gjithë kohës se luajti një ndeshje shumë të ashpër, brenda limiteve, nuk është se pati ndonjë gjë të jashtëzakonshme, dhe ajo ka për të luajtur edhe kështu me Spanjën, sepse është vetëm mënyrë për të luajtur Spanjës për ta lënë larg portës tënde, ti luar shumë ashpër. Mendoj që aspekti fizik dikon pak ke Argentina se luajtur më shumë, por gjithsesi e thash pak më para finali është finale dhe ka ndonjëri mendim kundër për këtë? Koli, Kaplani, Starova? Është njëta. Jemi në të njëjtën logjik. Okej. Tjetri është në aspektin taktik. Cila skuadër ju duket më rigoroze, Bushi? Jo, të dyja ka një lojë dhe një mbështetje, domethënë përqendrohen ke loja kolektive të dyja, në kuptimin e saj. Kur Spanja do të kontrollojë ritmin, gjatë gjithë lojës të dominojë, kurse Argentina do të kontrollojë mes pragmatizmit dhe intensitetit. Pra shumë pragmatiste në momentet e caktuara. Dhe këtë e bën më të rrezikshme se Spanja, mendoj unë. Pra, Argentina nuk është se bën shumë spektakël, por kur shkon decisiv, është shumë efikas. Sepse ka individ, ka mesin që bën diferencën dhe Spanja deri tani është nga ekipet më të mira në mbrojtje, por ka sulmi më të fortë. Sepse mbrojtja nuk është se ka shumë të mirë Spanja, sepse sa që ka vajt topi ke mbrojtja Spanjës gjithmonë ka qenë vështirësi. Lojtarë, 2 qendrat, nuk është se kanë qenë shumë kompakt. Por domethënë agresivitetin e bën që në sulm. Sa e humbin aty e kapin dhe ekipet nuk arrin të shkojnë dot deri ke porta. Dhe po ta shikosh, Spanja nuk i ka lënë ekipet që të afrohen, edhe nuk mund të themi që është mbrojtja më e mirë e Spanjës. Patjetër kur nuk ka gol mbrojtje quhet, edhe sulmi quhet mbrojtje, por mbrojtja fillon lart dhe Argentina mendoj kur të rikuperoj topin e ka kapacitetin për të dalë, nuk është si Anglia që s'dilte dot me Spanjë, me që lutje Anglia Maria, se ti e më ashtu se mua. Unë i ditë gjithë. Me Argentinën. Pra nuk është si Anglia me Argentinën që e ka topin nuk dilte dot. Kurse kjo del, Argentina do dalë se ka kualitet, ka cilësi në momentin që e marrin. Është ekip që luan shpejt, luan pasat shkurtra, i ngjan pak Spanjës me tiki-taka, pra nuk e humbin topin kollaj dhe mendoj që Spanja do ta ketë shumë problem. Po, ja vetëm se më kërkoj fjalën. Po, Kesi? Në mendimin tim, besoj që De La Fuentes do të përdori një strategji tijën. Spanja është shumë dominante në mesfush dhe do të vazhdoj tjetë. Dhe kjo është pika e fort. Ndërkohë që kemi Argentinën që është shumë e fort në sulm. De La Fuentes do ta marrë parasysh këtë, duke marrë parasysh cilësitë e kundërshtarit që ka përballë, se ka një kundërshtar kalibri dhe mendoj që do ta përdori dhe shpresoj që të dali Spanja në avantazh. Ti them diçka Kesi? Po. Që ka, domethënë, analizë. Ekipi kundërshtar duhet të trëmbet për kuicat, sepse me këtë analizë që i bëri mendoj që edhe kuicat ka për të gjetur, ka për të gjetur shumë. Kesi ka një pyetje për ty. Ti edhe avokate. Po. Je avokate civile apo penale? Që ke ulë ke bankina humse. Penale. Penale? Okej, nga sonte besoj që do kesh shumë raste për shkak. Po ka që ka marrë duke ty ndoshta. Marina? Po ka pa. Atëherë, se u përmend pak a shumë të jetë i gjë sepse Argentina, i themi në gjuhën e popullit, që ta kuptojë populli, sepse Argentina luan një pak lojë të pisët. Me kuptimin e fjalës sepse janë gjithkohës janë atë dy luftimin, janë gjithkohës domethënë provokojnë kundërshtarin, e provokojnë në çdo moment, e kanë bërë dhe ndeshje përpara dhe me ndeshjen në Anglinë. Po me Spanjën duhet ndryshe, sepse Spanja, për mendimin tim, është ajo që ka kontrollin në fushë dhe ku ka kontrollin në fushë, ka dhe pozicionimin në fushë, sepse dhe është gati në çdo moment në humbjen e topit janë gati që shkojnë kundër presing dhe është ajo që tha u përmendëm më parë që prandaj nuk i lejon skuadrat që të shkojnë te 6 meça e vet. Prandaj shoh që do jetë me vërtet një lojë që unë mendoj që dhe Spanja edhe atë lojën e pisët që bën Argentina mendoj që e përballon sepse i ka lojtarët që ta përballon atë lojë. Prandaj do jetë lojë shumë
shumë intensive në të dyja anët. Dhe mendoj që dhe Argentina, në qoftë se Argentina vetëm do mbrohet, nuk do mundohet të luajë kundër sulmit, do ta ketë shumë të vështirë me Spanjën. Shiko, ka një ndryshim se po flisim për taktikën, apo jo? Argentina ka një dallim me tjerët sepse Messi nuk ka asnjë detyrë kur skuadra nuk e ka topin. Është lojtar i lirë, nuk harxhon, konsumon energji që të kthehet të mbulojë. Këtë punë e luan skuadra. 10 tjerët me gjithë portierin, apo jo. Ndryshe skuadrat e tjera nuk lejnë njëri të jetë pasiv në pas defensiv. Tash duke qenë që se kotat të vlerësimi ishin të ekspertëve që kanë analizuar neshe për neshe, kur thonë që Spanja ajo parashikohet që do mbajë zotërimin e topit. Po është shumë e rëndësishme të jesh ti që dominon. Mirë po ke skuadra përballë që janë fort në duele, janë dhe tegër. Sot në finale do të vijë gjyqtari më i mirë Sloveni që bën diferencë me të tjerë dhe nuk është europiane, nuk lejon ashtu ajo që ndodhi me Anglin. Por duke qenë që janë shumë kompakt se skuadra kur nuk e ka topin zotrim që ta kuptojë edhe populli, detyra kur nuk e topin është që të mbrosh skuadrën. Ti jesh kompakt, mund të vendosësh, bësh presion lart, që Argentina rrallë e bën lart, e bën vetëm kur ka qenë dizavantazh. Parashikohet ta presi ke mezi fushës, pak a shumë atë që pa me Anglin. Dhe në momentet kur kundërshtari Spanja konkretisht që është teknike, vjen gradualisht, se nuk luhet do të shpejt aty, janë zonët e ngushta. Atëhere, kur e kalon, kthehen në blok të ullit që kthehen gjitha, po jo të rinë si Anglia në fund fare që parkoj autobusën dhe nuk dilë të do të kundra sulm. Ashtu ngec. Kështu që këtë lloj gjëje parashikoj. Dhe pastaj ato që thash në fillim, janë mjeshtër pastaj përgjithë sepse kanë dhe eksperiencën, janë kampion bote, kanë eksperiencën e lojtarëve që luajnë skuadrat më të mira në gjithë botën. Dhe pastaj kur gjen momentin, se në moment kur ti do sulmosh, kështu që prandaj parashikohet 50 me 50, do të jenë kujdesshëm, nuk i intereson njeri spektakli. Interesot nga kupën fund fare, por kjo është në dëm spektaklit. Se janë të kujdesshme. Ne do jemi me fat po pam gol në fillim. Që të jemi me fat shohim reagimin e skuadrës që hapet loja dhe bëhet më bukur siç u bë me Angles. Se në fillim e marrim në pjesën e parë. Mbaroi loja pas i gjujtën port. Era e parë në historinë e Kupës Botës që në 30 minutat e para asnjë gjojë. Po absolutisht asgjë. Pastaj pse do bë goli që Do të shtojë diçka ja? Kesh për të plotësuar disa gjëra të këta dhe Bushi, shumë e vërtetë. Spanja e ka të bazuar lojën e vet, këtë kemi thënë disa herë, ke mbajtja e topit. Ke lojtarë të saj në mesfushë, sidomos ke mesfusha e fortë, nuk janë vetëm thjesht 3 mesfushor, por ora Zabalci sulmues vjen, futet Baena në krahun dhe pra aty është Chelsea, Spanjës krijojnë superioritet numerik në mesfushë. Nga ana tjetër, ai tha Bushi shumë e vërtetë, nuk është se janë mbrojtësa shumë me nivel të lartë. Njëri nga ata madje luan Laporte luan në Arabinë Saudite, nuk është se luan në top nivele, por ajo që bën shumë basin topin bën direkt kundër pressing dhe e lën ekipin kundërshtar sa më larg portës së tyre. E treta pastaj kjo është sjellja atë që këta kanë mbrojtjen më të mirë turneut, kanë pasur vetëm një gol, Ndërsa në krahun tjetër Argentina nuk është e varur nga mbajtja e topit, është ekip që le të themi përshtatet shumë mirë, bën blok të lartë, ata presor starova pak më parë shumë mirë, bën pressing të lartë, sipas kundërshtarit ose triket në mesfush ose shkon në mbrojtje, pra i bat gjitha ato. Por Argentina ka një gjë tjetër që ka një lojtar individualist si Lionel Messi. E tha profesor Sarova shumë mirë, në ana mbrojtëse ai nuk bën asnjë gjë fare, është normale. Është lojtari më mirë në botë, ata vendosen një 4-5-1 për të mbrojtur sa më mirë fushën e tyre dhe ky ndryshim me tyre dy ekipe pra individualiteti që ata vënë në dispozicion për Lionel Messi në mënyrën se si luajnë dhe sa Spanja është sistem, është ekip sistematik. Ka një sistem, nuk intereson kush luan, janë 4-3-3, gjithsesi duhet të bëjë detyrën e tyre dhe duhet të përshtatet asaj që mendon De La Fuente. Urpiana. Tani unë po i dëgjoj me shumë kërshëri këtë lloj shpjegimi, po përshtypja ime është që ne këta do të jenë këtu, natyrisht jo unë, po gjysma e audiencës që na ndjek, që janë zonjat, gratë, që e shohin futbollin, edhe ato me familjarët ose edhe vetëm për kënaqësinë e tyre. Rezultati përcaktohet post factum. Pra, jo vetëm ashtu, po edhe kush ka pasur të drejtë dhe cila taktika e qenë e drejta dhe e duhura do të përcaktohet pasi të përfundojë ndeshja. Po ndoshta është një mënyrë për të parë se cili do të jetë pastaj thelbi i asaj që quhet filozofia e futbollit latin, çfarë është futbolli latin. Kam përshtypjen që ju po përpiqeni të na e shpjegoni në një mënyrë të tillë,
Po nga këndvështrimi i zonjave, unë them që Argentina ka një kartë, dhe ajo është karta i gjelbër, është Messi, ai burri ideal, fantastik, i mirë, baba, bashkëshort, e tjerë. Nga ana tjetër, do të thoja që për mua, dhe sa unë e shoh, unë nuk jam ndonjë tifoze e madhe e futbollit, madje për t'ju thënë në mënyrë anekdotike, dhe ka dhe shumë zonja që janë në mënyrë të tillë, 2 kampionate të shkuar, unë për disa arsye diplomatike nuk isha me Spanjën, isha me ekipin që luante kundër Spanjës, dhe në fund të ndeshjes të pjesës parë ndeshjes, kuptova që në fakt kisha qenë duke bërë tifozlik për Spanjën, se nuk i njihja as panellat. Këtë gjë, kësaj radhe e di, nuk do ta kem këtë problem, por dua të them që në gjuhën time, në terminologjinë time të diplomacisë, periudha e unipolaritetit në futboll po përfundon. Bota unipolare në futboll po përfundon. Që do thot, gjatë 2 dekadave është dominuar futbolli nga ca figura si Messi apo Cristiano Ronaldo. Ti e pra apo kundra kësaj? Nuk ka fare rëndësi. Unë thjesht mendimin tënd. Po kalojmë në një botë multipolare. Sot kemi talentet jashtëzakonshëm të shtrihur në disa skuadra, të përhapur, lojë ekipore e tjerë, dhe mite që krijohen nga media sociale. Aq interesante më duket kjo puna e miteve që krijohet nga media sociale, sa ti nuk di më, është blur kufiri, nuk e di, dhe kjo është, dhe kështu krijohet miti dhe legjenda, aty mes lojës, mes vërtetës dhe jo të vërtetës, shikon klipe, nuk e di nëse goli që është bërë është gol i vërtet, apo është gol me inteligjencë artificiale. Dhe nëse do flasim, nuk e di cili do jetë rezultati i ndeshjes, po di që kampionati 2030 do jetë jashtëzakonisht premtues, do të jetë qytetari dhe media sociale, do të jetë krijuesi legjendave, dhe siç e thash, nuk do të jetë bipolar, do të jetë multipolar. Kjo është ajo që shoh. Bushi, pse ka që qetë sot që është Starova këtu? I qetë as. Ti. E kam gjume shumë... Jo, pse ka që qetë ti, po them. Me fillu që tani tu ti? Fritë se kemi kohë. Pomo. Ne të qetë kemi qenë... Starov, qaj bënë o Starov, qaj ke bërë? Po ne të qetë jemi për... Në burin gjumë... Jo, po pse, pa Bushi ndë njerë kështu? Bushi është zjanë. 30 minutë e para kështu jam. është duke medituar, Marina. Se edhe përgatiten për kuicin. Ne kemi edhe... I kemi edhe zyrat në gjitur. Si është që? I qetë. I qetë është aty në për korridore? Nuk është e bushi lejtar, është bushi profesor të që. Atë vetëm me Marinën Lujmenqu. Vetëm kuici. Vetëm kjo. Vetëm kuici na gjvesh. Po, pritë edhe pak. Kushtrim. Po. Tani unë nësa kuptova, Ulpiana ishte kundra Mesit, në një farë pike. Do improvizojnë diçka për Mesin, që të i shkon të Mesit. Aty e ke kitarën, të kapët pa përgatitur, po të thash, mere kitarën se si dhjetë si të shkoj. E që tash më kënë zonë ngësh se për Mesin, së më pas karo as një herë mi dediku kongë. Ja, dhe ja dedikosh sonte. E i ndezër është. Ashtu na bo. Po, më nëshme më një muna i sen se svedia ka kene na ide që kam i kënu Mesin. Po improvizojmë një gjë, në një gjë kështu të haleshme. Okej, kongën tem të rejtë. A e mbajnë për më të mirin, më të madhin, a e mbajnë? Cila e shkon? Nëse nuk e fiton që të votror. Pare nuk ka pare, ka një keras për cigare, hajt mos e problem nuk ka, se mirë ka me u ba. Pare nuk ka pare, hajt se parja s'është paqare, me kon shnosh me kon i lirë, dikur po e tirë. Falinderit Kushtrim. Falinderit juve. Mirë, në këtë pjesë të parë, të doja të falenderoja shumë për prezencën Kesi, falinderit. Falenderit shumë, falenderit juve, falenderit. Shkojmë në publicitet. Jemi live, jemi pak me nerva, se e kemi kap matë Bushin, që shpërndajnë kuicin me kolin, po se pranon. Do konfiskohet son të telefoni. Bashkë me kolin që bënë së kështë dëgjën. Po i peqë në bu si polic italianje. Mu si polic italian është. Në gjo, erdi aty në zbuloj, po
Unë të thash shpesh ne punojmë, përgatitemi me kolin, flasim gjithë kohës dhe mendojmë lojtarët kemi kode, kode. Dhe ju jeni me fjalë, ata që i dini. Jo, ata që i dini jeni ju, se ju fitonin atë për natë. Janë panetonet, ata janë vitit të ri, këto janë pantominat. Po, vitit të ri, këto Jo, tjera. çudit të riq dhe po ai që ishte atë. Dgjoj. Peço. Urdhro. Atë punoj. I kam quar mbi 10-15 emra sot. Mund dali ky, mund dali ai. Po. Me probabilitet, ëh? Po. Tarova, ki e di që ne kemi konsumoj energji për kuicin më burr. Edhe punoj. Keni kuic. Tani e more vesha. Po. Pse më gjithë të periudhë çka boti? Gjendo. Profesori, kështu thot po i ditë gjitha. Gjithë kuicet e pas ke tregu. Tani për kuicit. Ja pas ke tregu se asnjëherë ti ka tregu Marina? Jemi në grup, në rregull. Mirë, po tani si jemi ende te kuicit, thjesht ishim shumë të acaruar se e kapëm mat. Do flasim për telefonin. Jo, ju lutem, nuk mendoni që kapët mat. Neve si lojtarë që bëjnë stërvitje, stërvitemi me emrat me gjëra se diet o spanjoll, o Argentinas do jenë lojtarët. Po si ka mundësi më la, ç'pun keni ç'a bëjnë me kolin më la, ç'pun ka dhe Marina më. Po doli para. Me mesazh, po mirë, është ndaluar me punoti me kaçin, me kaplanin. Po dëgjoj. Unë do të përshëndesja shumë Drita Zirin, Miss Shqipëria 2022. Drita, faleminderit që na u bashkove. Faleminderit. Drita, cila është ideja jote me sportin? Tani unë nuk jam analiste sporti, po fal babit, që ka qenë arbitër tani 2 vite ka që e ka lënë. Emri babit? Bleri Mziri. Dhe për atë arsye kam qenë ndoshta pak më e përfshirë. E kam ndjekur, po më shumë për ta shijuar se sa për të kuptuar taktikat që përdorin në ndeshjet e tyre. Po tifozë me kë je? Tani me të gjitha ato që unë kam qenë tifoz, nuk janë. Për momentin jemi me Spanjën. Po babi? Babi është me italianët, kështu që s'është tifoz. Nuk është përfshirë emocionalisht. Mirë, ne ndoqëm kronikën e De La Fuentes, do doja një analizë për De La Fuenten, duke e pasur parasysh që ka nisur që nga moshat. Sa ka ndikuar kjo? Pa dyshim që ka ndikuar, dhe e thamë dhe pak më para, paka shumë analiza që bëm pak më para, Marina, që Spanja luan një futboll sistematik, pra ka një sistem, dhe atë sistem e ndjekin gjitha ekipet e moshave, gjitha ekipet zinxhire deri tek ekipi i parë. Dhe kjo ndikon shumë dhe nuk është rasti që një trajner si De La Fuente, që ka qenë trajner moshash, është dhe trajneri i ekipit të parë të Spanjës dhe madje me sukses. Kampion e Europe, tani është finalisti i Kupës Botës, shpreson ta fitojë Kupën e Botës për të dy Spanjën që nga 2010 pra një sukses i jashtëzakonshëm. E thamë dhe pak përpara që ai e bazon lojën e tij tek mbajtja e topit në mesfush, ke mbajtja e dëndur e topit, mundohet që ekipet ti zotërojnë, ti kontrollojnë me posedim topi, dhe në momentin që topi u mbet, bëjnë pressing të lartë për t'i mbajtur larg nga porta e tyre, dhe është një ekip sistemi, nuk është se ka yje të jashtëzakonshëm. Dakor që Lamine Yamal është në yll në rritje, është lojtar i ri, por luan në sulm me Oyarzabal, që është lojtar për një ekip tjetër, ndoshta mund mos ishte edhe në listën e kombëtarës ke Franca. Por ke Spanja është lojtar sistemi, gollashnuesi i mirë që bën më të mirën tek ekipi i tij. Kemi në krahun e djathtë një lojtar si Porro që luan ka Atletico e Madridit që u bë gollashnues. Kemi po ashtu Baena në krahun e madh. Pra janë lojtar sistemi, janë lojtar që De La Fuente ka ditur të gjejë vendin në momentin e dur. E filloi ndoshta gabim ndeshjen e parë me kepin e gjelbërt, bëri disa ndryshime dhe pastaj nga ajo ndeshje e gjeti formacionin. Gjeti Rodri në formën tim të mirë që është për momentin me atë ndeshje që ka bërë dhe me Francën, por dhe mënyrën se si ka progresuar, ndoshta nga lojtarët më të mirë të këtij botrori. Pa janë disa pika që ai ka të trashëguara nga ekipet e moshave dhe i vendos gjithkohës në sistemin e tij. Sarova, do doja edhe një koment tëndin për De La Fuenten. Çfarë ka sjell të re te kjo Spanjë? Jo. Një gjë pikante e tij është se çdo trajner ka modelin e vet lojës. Kur bëhet seleksionimi, se këto janë seleksionator, është tjetër ti është një trajner i Real Madridit apo Liverpoolit e tjerë, dhe tjetër është ti je trajner i kombëtarës. Tash gjëja më e madhe që ka thënë ky, unë nuk shikoj se kush janë lojtarët më të mirë. Unë shikoj lojtarët e mirë, pra modeli për të bërë skuadër. Po. Mundet të rinë lojtarë titullarë që nuk vinë fare, për shembull ato dy lojtarët e Anglisë, më them Foden, me ato tjetrin, apo që lidhen pikërisht me këtë gjë. E rëndësishme është të bësh skuadër, dhe nuk është e kollajshme të bësh skuadër. Që do thotë ti edhe në momentet vështira du ti jesh kompakt. Analizat bëhen brenda familjes, jo jashtë shtëpisë, siç i del fjala
atit Bellingamit, apo jo që krijohen edhe kjo prishet harmonia, sepse harmonia është gjoja më rëndësishme dhe do shumë kohë, edhe shumë vëmendje gjithë kohës që ta kesh në nivelin e dur. Moment që prishet diçka, ajo pastaj është promotore për shku skuadra keq. Kështu që sigurisht pastaj modeli lojës i tij është modeli skuadrave moderne, skuadrave më të mira në botë që kanë dominimin e lojës nëpërmjet zotrimin topit. Po e mbajtë topin 70%, i bie që kundërshtarin s'do të vija si herë në portë, se s'ka se ti se topin e ke ti. Pressing i lartë, kundra pressing, loja pozicionale që do thot kur Argentina do presupozohet që të mbrojë me të gjithë skuadrën, sulmi është gradual dhe duhet qash në 5 kanalet që ka sulmi, gjërsi majtas, gjërsi djatas, gjys hapësirë majtas, gjys hapësirë djatas, qendra, pra je i hap dhe në kushtet kur ti e ke zgjeru kundërshtarin, kjo është qëllimi i Spanjës, ta zgjeroj mbrojtjen e Argentinës, por në kohë që humbet topin, që të nuk e humbasin, sepse këto bin diferencën si ma statistikave teknikisht, nuk gabojnë pasim që të kapen pastaj në një tranzicion ku skuadra nuk është kompakte, se për logjik është e hapur. Kjo është forca e kësaj skuadre, por nuk fitohet neshja edhe po e pate zotrimin e topit, se nuk mjafton, duen pasimet kyçet, duen që ta qosh topin në rrjet, krijosh rast, se për para se të bësh golin, duhet krijosh rastin njerë. Dhe gjithë kjo taktike është për të kriju këte. Argentina, thame, ka ndryshe, Argentina e ka Mesin, e vuan aspektin defensiv pa një lojtar, që nuk është kollajshme, por aftësia, generaliteti këtit për gjithë pozicionin që ai nuk ka tërgus do lyshtua për këtu. A ju e gjeti pikën e dobit me ngres nga e djatha, vazhdoj aty, edhe krosin me djathën e bëri, apo jo? Pikërisht. Kështu që në momentet kur kthehet, faleminderit, në momentet kur kthehet nga pozicioni i sulmuesit, e shoqëron dy veta, sa ju akoma është në gjendje që 1-1 të triploj. Dhe kthimi i këtij koincidon, si ma statistikave, me futën e lojtarëve të tjerë për të shfrytzu atë hapësirën poshtë që krijohet dhe për të kriju raste për të bërë gole, apo jo. Por këto i kanë momente veçanta se skuadrat i ka pas të forta, me Anglinë e kishte të fortë, zotrimin e topit Anglia kishte, e kthyn fund fare, por kjo është merita e tyre që vjen nga eksperienca, nga pesha fanellës. E vërtet. Janë shumë gjona në lojë, eksperienca pra. Ulpiana, të doja të ndaja një gjë me ty, me njerë pas ndeshjes, De La Fuente tha që jam shumë entuziast, jam shumë i lumtur, ta imagjinosh që këtu e 13 vite më përpara isha i papun. Dhe ai, si është bërë trajner, kishte parë një lajmërim në gazet që kërkohej një trajner për moshat, edhe kështu kishte aplikuar dhe tani ja ku është. Si e sheh këtë çështjen, ti je në kohën e duhur? Interesante, nuk e dija këtë histori të tillë, po për gjithçka që kjo përfaqëson sidomos për brezat e rinj. Është rezilienca. Gjithë kemi nevojë, gjithë jemi duke rikrijuar veten, jemi në kohë kur tregu i punës është i paparashikueshëm dhe nëse ka një këshill për t'i dhënë të gjithëve është kur mos u ndalë së rikrijuari veten. Ma bëre mua këtë pyetje, nuk e di pse ma bëre, por ndoshta dhe ka kuptim sepse në 30 vite që un kam përvojë pune, kam rikrijuar veten. Kam krijuar veten në media, pastaj në diplomaci, por gjithmonë duke ngelur në sociologji dhe e shikoj edhe këtë futbollin, këtë mega narrativ, këta 22 persona që janë aty dhe një top, që përfaqëson kaq shumë për gjithë botën. Në një kohë kur narrativat janë të fragmentuara, futbollin a bën bashk. Dhe kur ky shembull vjen, edhe për gjithë ata trinj që na shohin, që pavarësisht janë vajza janë djem, është një këshill që e jap me zemër. Je aty, puno për mundësitë e tua dhe mundësia do të shfaqet. Bota dhe fati është një vallëzim. Një pjesë e bën ti dhe një pjesë është çfarë. Këshilla më e mirë për brezin e ri tani. Po. Bushi, Jamal Bushi, ka shqetësuar sot ha Busha? Në muhabet kuici apo muhabet? Muhabet. Jamal sot nuk është stërvitur. Desh, do vazhdoj, do të thë diçka për De La Fuente. Po, thuaj, se e lidhim pasaj me Jamal, thuaj. Të dy janë kështu, të dy kanë ndërtuar ekipe fituese. De La Fuente ka identitetin teknik dhe qarkullimin e topit, kurse Scaloni ka bërë një skuadër dhe themi elastike që ditë fitoj në mënyra të ndryshme. Pra, kur shikojmë Argentinën, nuk është se ka një, fiton në mënyra të ndryshme, kaq kisha. Më thuaj tani Jamalin.
Çam të bëj Jamalin? Nuk është stërvitur dhe ka ngritur alarm tek kampi spanjoll. Jamal është gjysma e ekipit të Spanjës. Është lojtari që është i vetmi lojtar ke Spanja aktualisht që triblon 1-1. Asnjë lojtar tjetër nuk triblon ke Spanja 1-1. Por ke Spanja nivelin, domethënë super fare që ka superior, ka pasimin e topit në kohë. Ti kur mundohesh që mendon që po i shkon pressing, po ja merr, ai aty e pason. Dhe ata nuk triblojnë, ata vetëm pasojnë. I vetmi që triblon është Jamal. Dhe po s'pati Jamal, nëse nuk e ka Jamalin, ndeshja mendoj që do ta ketë super të vështirë. Po nëse ka Jamal, ka dhe Williams në krahun tjetër, që është ai është triblu, dhe Jamal triblus, atëherë Spanja bëhet shumë e frikshme. Koli? Do flisja pak për këtë diferencën e eksperiencës që kanë këto dy trajnerë. De La Fuente e ka pas gjithmonë, si themi, në salita, në malore, sepse ka punu 13 vjetë në për skuadrat nivellit të 3-4, kategorisë 3-4 në Spanjë, edhe në shumë skuadre kanë përzën, duke fillu nga sektori trimve, si që dim gjithë. Kurse, përsa i përket Scaloni, bërë një përshtypje se po e studioja sot i qik eksperiencën e vetë. Për mendimin tim, Scaloni është... Do flasim për Scalonin, sepse kemi edhe një kronik dedikuar ati. Kushtrim, nëse s'do jetë Jamal, ti qa personazhi është për ty Jamal? E kuptuam që je totalisht i Argentinës, po Jamali të jep në një lloj ndjesie si lojtar, edhe për sa i përket rrjeteve sociale, gjithë vëmendjen e ka. Po, për faktin që është i ri edhe ka bu çka ka bu, më pëlqen edhe është një model që do të me njek krejt ata që e kanë ndër futbolin, e për faktin që theti që nuk u stërvit sot, anej ka Kosova thojnë që gjeli mon sytë mbyllë se din kongën për mensh, e ka mundësi që dhaj su stërvit se e kam su lojën për mensh. Ha, e bukur kja. Mirë, pikërisht me këtë shpreje do shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak për quizin. Ja të rikthehemi, jemi live. Ishte një situatë fantastike që parë. Dy komplementistët këtu shkonin nga pas dhe Arjani ju nxorruar, por mos kini merak. Sepse publiku sheh vetëm çfarë themi ne këtu në skenë dhe nuk i di se si janë prapa skenat. Që ti punon një mënyrë, unë nuk e di se si punon. I merr gjitha gjëra. Rregull. Mu më thot, nëse ajo është stërvitje... Marina, mu më thot Talinani, që ti bashkëpunon, që Marina është super profesioniste, dhe kur vjen pun, shkruan thot dhe me qa këmbë e gjuan lojtari, e ka aty thot me këmbën e majt, me këmbën e djathtë. Vjen super e përgatitur Marina. Unë mos përgatit e me Kolin. Simor, po ti duhet ishe, ti që do të bje këtu, do të bje me librari me vete, për gjithë botërori. Ja kam që me mesajëm aty, ka gjithë, a edhe dhe diskutojmë, Peqo nga vite nga mrapa, shive Peqo, si erdhën. Po ledzo mesajë, e? Peqo është njëri u më i drejt, një herë nuk ka pëtë, Marina, do i drejt Peqo? Më i drejti, më i drejti. Falë. Mirë, do... Po, je gati, mos u bësh. Për një komplimenti për kapitenin Peqo, po gjithë jemi drejtë nga krau jo. Jo ka plan tje. E dyta, do kisha shumë dëshirë që dhe skuadrën së shkaj, që se do fitoj sot, mos fitoj me golverash lartë, për respekt për Sorë Sarolësat. Për shumë kushe ka po këtë. Ku ka respekt? Për Sorë Sula, është përthejnë kujtë. Lok bushi respekt. Vetëm fitore, vetëm kupën. Do merë një bilbilët, Ulpiana, dhe në momentin që unë e mbaroj pyetjen me të 4 përgjigjet, do i bini bilbilit. Respekto të lutem këto regullat. Loku je gjë serios. Sa herë do flasësh, pa mbaruar unë të 4-ta do t'hiqet një pikë. Jo, e di se të them një ide, momentin që ai që e di le t'i bjerë. Jo, kjo ide ka pëlqen. Po se do ngatrohemi në fund me bilbilat. Kemi Alinjanin, jo vendose ti, kush i ka ra i pari. Vendose ti. Ashtu da e bëjmë. Pyetja e parë, cili arbitër ka drejtuar më shumë ndeshje në kampionate botëror? Turpë, Pitana, Fagani apo Irmatov? Irmatov.
Peqo, më gje. Ko gje, pra, ha? Por sonte ka konsultim është me interpretim. Nëse nuk e di interpretimin, se sa ndeshje ka... Po, sa ndeshje, sa qime flokë e kanë kokë, do i gjeu ndani, emrin pra. Garm duket, Po. Që t'ka parë skandetën, Marina. E disi shofë sot një që humë sa kështu... Bushi! Për taj thash për para. Jo me gole më rashë, për respektin e Starovës. Po për Starova. Po qa keni më, Laure? Po jap është dhe arsyen. Nëse se për arsyen nuk quhesh. Jo japin atë arsyen. Za atë arsyen, njësoj. Arsyen për qap, se i ka bo golat? Logo duk Do jetë na një sulmu që ka bo golat, si të pse i bëri? Jo, e di unë kur ka arsyen. Duke që si kopje kjo. Logo... Oke. Jo, a do përgjigje. Logo duk që... 11 si Oke. Po ha pra? Jo më jo. O duke që si kopje kjo e para. Os vazhdo me kopje. O Starova Për që surat isë nga ke pale, tani unë e disa punojnë për këtë kujtës, unë vetëm për këtë kujtës, se ke i denë. Unë jam këtë kos. Kjo, Marina ka vetëm 2 veta shumë besushëm, ka Alinani dhe Orcin, ata sa të rëgojnë gjallë. Edhe kjo, 3 veta i din, në thotë mu i ke marrë, ti se ku i mërë vesh. Jo, se kujtësi është totalisht në regji e din të gjithë. Gjithë gazetarët tanë, regjia jonë e di. Përshëndesim ma the. Nesër do t'i gjetë gjitha. Unë vetëm sa të zbulohet. Përshëndesim dhe lirë me këtë rast, në regji. Vërtet? Po mira, o Marina, ti qatë do që mos flasë, mos t'a gjej? Si, po jo të kopjosh. S'po flasë. Pa tjetër që t'a gjesh, po jo t'a thuash kopje. Nëse e ti ti, unë do t'i kuptoj një oritë e tua tani, të pyetja e dytë. Të dyta? Ja tani direkt. Cili klub europian përfaqësohet me numrin më të lartë të golave në këtë botror? Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelona për Real Madrid? Real Madrid. Me sa gola? Po që fun ka gola, po se më qëpë. Se jo. Real Madrid. Jo, prit. Jo, se pasaj masi themi sa gola të në thush sa me këm në majtë, sa me këm në djallë. Jo, me sa gola? Marina, tani vjen keq. 14 gola. Unë përgatitem si ty. Nesër do t'a them edhe me sa gola. Si 14 gola. Ja, nesër do t'a kemi me këshu. Nesër do t'a kemi këshu të shkutë sot. Sot jam përgatit për këtë, jam përgatit për ato që ke thëmë. Dhe ti sa për të. Nuk kjo pjesë e pytjes. Jo. Kjo që ka drejt, jo, nuk quhet pika. Nuk quhet pika, më quhet. Marina, quhet pika. Kur bën pytjes... Mo fal, jo, është një soj. Nuk është. Shkuj kaci dhe kaci do ma jep të drejt. Bushi, kur je në mësim, të pyet mësusja, ti e thua përgjigjen e saktë dhe mësusja thot po, ma interpreto. Qa i thuti? Aj që është përgjigja dhe ka që iki unë. Nuk e kalon pra klasën. Mësusja ma ka thënë një ditë para mua, ma ka shpjeguar që do të them nesër. Ti s'ke thënë. Maga Bahadur. Kemi të ftuar që kanë arë këtu për herë të parë. Po. Edhe, po shof profin aty, thot qajnë duke bo këto. Ti na bëri pyetje, ne t'u përgjigjëm. Jo, s'u përgjigjet. Si s'u përgjigjëm? Ti nuk na the. Sa gola kanë bërë, atë kush ka bërë më tepër gola dhe ne thamë Reali Madridin. Gola thash, sa gola? Jo, golat i shtove pastaj. Prandaj këtë pikën na i jep, te përgjigja tjetër shtohe pyetjen. Marina, tani bëhet se ke dhe nesër kopë, ha. Pyetja e tretë. Ja ta shohim këtë. Peqo, koncentrohu. Cili klub fitoi Champions League-ën pa humbur asnjë ndeshje? 2007-2008. Si? Pa është pa alternativë. Cili klub? Cili klub ka fituar Championsin pa humbur asnjë ndeshje në 2007-2008? Cili? Genti? Si e? Ti në ere bili sikur të shpërthejet direkt? Jo. Prit. Si 2007-2008. Ti ndrysho, si... Po e ndryshova pyetjen, pëse ti e di se ka vjen në pyetjen e radhës. O publiku! Se qani ka buajtë për komenda në qini. Jo, për sotin jo, se kisha ke kjo. Po sa e se ti ndryshove pyetjen, ku e ti ti që unë se kisha këtë pyetje? Po jo ndryshov, e përna tani këtë pyetje. Jo, ka këtë 2007-2008 nuk po ditë qatë ekipesh janë. Jo, për sotin s'po kuptoj. Ajo thot që e ka fitu, më dhe. Jo, e kemi ne radhët. Kujtë flasim ne. Qa, da i thuj dhe emra? A mo ti tani. Po na i thuj me emra, Kush e ka fituar Championsin pas një humbje. 2007-2008. Po? Dhe s'ka humbra si ndeshje. Ma men ku kena qenë 2007-2008 në Bushov? 2007-2008 Championsin. 2008 ka qenë... Gen. Ku që pa me edhe.
Qa theti Kaplan, të ekip të ti? Mos e tu, mos e tu. A i the Bayern, ne? Jo tha Bayern. Toulouse. Real Madrid. Jo, thojeni Juve? Që janë këto, që është kjo quiz këshumë, Allah? Bravo! Manchester United, bravo. Bravo, Manchester United 2-1. Finally. Sa jemi? 2-1. Për kë? Për ne. Për Marina. Cili lojtari? E njerë, kutën dhe O Marina, na të shmene. Cili është lojtari? Dikojni pyeten, që ka ekzekutuar më shumë penalti në historinë e botrorit, sa penaltit i ka ekzekutuar, nga të cilat sa i ka fituar dhe sa i ka humbur. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé apo Klose? Messi. Po, me sa? Shkru, si ishte i gjithë pyetja e plot. A i t'i gjove pyetje? A i t'i gjove pyetje? Jo, do t'a them shumë seriosisht. Po. Unë, kur mësoj, kur lexoj... Sa po kur lexoj? Më them, lexoj kush... Kur kopion, po ti lexo vetëm përgjigjen saktë dhe nuk e shef interpretimin. Po se shef, pra, më them, kush ka bërë shumë gola, the Messi, nuk ja rëndësi gola, përse nuk e di. Po, duhet përgjigja e plot. Po, e bërë sot, pra. Jo, po, s'do t'a gjene sa ta të gjeni kujci për ty, me fesko vetë. T'ja themi, apo t'je pen Google. Shqia, se hapa telefon. Jo, me nuk them asnjë gjë, nuk prek do telefoni, se thotë... A i gjeta Messi, a i gjeta. Messi e gjeta. 6-2 ose 7-2? Që është kjo 6-2, 7-2? 8. E kush e morën ata? Na i prishe kujci fare, se atë 0.5 keni juve. 0.5. Parazim, Dako. Parazim. Mos e ndigjo atë që të fletë se nuk kam më ide se ne. Pra na i bëhe si që kishe, është më mirë. Gjo mos është i rinë profesioni. është i rije. Është duke humë frizantesë. Sa ka bo, thot? Kjo është pyetja. Partnerja e cilit futbollist është Alice Campello. Nuk përgjigjem. Si, mos e di. Nuk përgjigjem. Ue, është gënjeta. Shopero. Ja se gje profesor Sula. Gje profesor. Shiko Kaplan, jepë. Ama, jo nga që ma thonë gjeni ju, nuk do përgjigjem. Ama gje, Peqo, ha. Kjo është pyetja që ti e specialista, kemi lënë ty këtë, edhe me kështu... Jo. Morata. Bravo, Starova. Ti ka për ju. Bravo. Lojtari Juves. Lojtari Juves. Marina. Është lojtari Juves, më? Po. Profja. Profe. Jo, digjo. Kjo profja o përgjigj drejt. Por ato kanë 2 vjetë që janë nda. Mus mund të them që ato janë nda. Rëndësi fare. Ska rëndësi. Jo, si s'ka rëndësi. Jo, s'u bashkun prap. I kam pa prap. U kam pa prap. Jemi barazim. Gjeni titullin e këngës dhe artistin. Muzika. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money. From desire. Jo, prit pak. Ne marim vesh nga futbolli, jo nga këngët. Titullin the dhe emrin dhe... Po, e Free From Desire Gala, e tha. Shi e thot vetë Gala, a i s'ta Gala pa. Po, a i nuk e thakë këngëtarën e. Jo. Free From Desire Gala. Po do thush emrin. Jo, këngëtarën. Do thush emrin, no. Vazhdoj me pyetjen, jemi 3 minutë. Okej, na jep gjysmë pikë bajnë, jam dakord. Jo. Okej, si dua. Nëse ta jep Marina të ka gjatë. Ka gjatë Marina të ta jep Marina. Vazhdojmë, cila ndeshje është dhe kush e ka shënuar golin? Tuje. 7 meta i... Gjermon. Plat. Si e ka emrin? Plat, David Plat. Ja, buaj, që... Si e kam gjithë të më, Si e kam gjithë. David Plat, me anglise, komplet formativ. Marina, demi gjë. Është gjunaf se... Ati Platit nuk i duhet as David Plat. As floku, as numri. Për zotin, nuk e di ndeshin. Anglia e kam gjithë... Nuk e di ndeshin, pash angles. Maria, ta themu ndeshin. Anglis pa. Jo, do më ma heqë dhe këtë? Poloni. Jo, gjysëm pike. Jo, absolutisht. Jo, Marina, atere, po profesor Sula, po ti gjete Moratën, unë e gjeta si, ma kanë thëne? Po Moratën e gjeta se ka lytë me Juve. Po këtë se gjeta unë këtë? Po atë është duket Angli Belgjik. Po duket me sy të vivë. Duket sa së tyre asjo. Peqo.
Marina, po e prish. Kusha, hajde këtu se po lene më çau. Cila ndeshje është dhe kush e ka shënuar golin, mos shif. Po mi me Anglia deri plata tani cila ndeshje është, 12 plata, i gjele kundërshtat si shohin fara ta rrin kështu do rit tani. Po mi më dakord. Po. Qa fiton ky po që se... Jo, se sa pa. Pashi, jo, së mirad. Marina, shko si tria i mraba. Shko si tria i mraba. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Cili është personazhi që po vizatohet? Maldini? Jo. I këtë ik me 2 viza ti në gjithë me... Pujtë e punketi shtu do da kur të mbaroj. Ndale regjia, ndale. Si të ndalem? Dembele? Jo. Jo më leta gjenë... Kush alternativa apo t'ja e fjallën? Nuk ka këtu kush e ka fjallën, mund të thojnë dhe ata prap. Po pra thuaja. Jo mund të flasin dhe ata. Po thuaj ti e ke ti, jo e ke ti. Thuaj pra. E kemi në radhë. Nuk e di me unë, thuaj ti prap. Kush thojeni? Nuk e di. Michael Olize? Bravo, e fitove! E qash kë ka plani më lale. Po profesor Sula. Qime që ka Maldini, si Michael Olize. E gjeta Marina, e gjeta unë. Dje qik telefon. A e pa publiku Marinën, bravo. Hajde me telefonin. Gjete ti Petro, bravo e farin. Si e gjetën me ata kanë folë 3 herë, dhe s'folën ma si herë, gjetën ata s'folën ma si fjallë. E gjetën Maldini. Thuja i 3 herë. Ushi qetso, në fillim fare thash unë Maldini, dite mua, nga syt nga bravo e ke gjetur. Jo, sa Marina. Bravo, ka shkriu e ke gjetur. Qa po thumë, o Marina? Me gjetje 4-2. A e tash Maldini. Sa jemi? Ta morë me Maldini e gjetë. Sa jemi? 4-2. 4-2. Hajde, mos të mërzisni. Mos të mërzisni. Profi a futi 4-2 ti 4. Ne kemi gjetë gjitha. Ne kemi gjetë gjitha. Nuk thot as 4-3. Po, vazhdojmë. Cili është lojtari që ka përqindjen më të lartë të pasimeve të sakta në këtë botëror, duke llogaritur ata me më shumë se 500 pasime? Rodri, Paredes, Laporte apo Kubarsi? Kubarsi. Laporte. E theti. Kubarsi e tha shumë, po nga tani dhe ku flas unë i thuaj thaj. Ju na çmeni fare. Na çmeni më. Jo më Laporte, është Laporte. E Maria Laporte. Është Laporte. E gjeti. Është Kubarsi. Na lutim më. Shumë jeni 4-3. Në rregull. 4-3. Pyetja 9. Cili është lojtari? Prit. Cili është lojtari me më shumë krosime në këtë botëror? Messi, Eustakio, Hakimi apo Dembele? Eustakio. Grande. Ami, përgjigju që e. E cilu kë Eustakio? E cilu kë? Ame po. Ishe shkruajtë mesazhi kë? Po. Ame fol. Ishte Eustakio. Ishte, ha? Po ke Olisea, pse s'ma than Olisea dhe Maldinin? Po ato pse s'mi than? Me qinu në Eustakio. Me qinu në Eustakio. Vazhdojmë. Po do të shpinë ku ka shpinë Eustakio, do gjetë shpinë Eustakio. Jemi Marina, me kënu në Eustakio. Ha më thuaj ti me qeti. Ku e ka shpinë Eustakio, thot? Tamam. Ha, do të nimoj unë. Gati, hajde. Vazhdo. Jo, do të nimoj me Aso finale kjo. Jo. Vazhdojmë. Sa jemi? Cila skuadër në këtë botëror ka shënuar 2 autogola? Maroku, Paraguay, Egjipti apo Katar? Egjipti. Jo, Egjipti. E thashon. No, e thashon. Profesor Sula. Kisha kohë për bibinë me Egjipti. Bravo, profesor, bravo. E the para me, po loja është kushit të bibinë. Jo, Alinani nuk lëviz do ulem ku. Ja dhe unë tani. Marina. Kushit të bibinë është loja. Marina. Dje ma ke marrë lojën sepse i ranë ata bilbilit. Unë i rash bilbilit i pare. E pranoj, po për respekt Starovës. Jo, nuk kam respekt lojën. Po që po ti rregullojnë. Unë të lë, nuk më leti, më lutesh si fëmijë. Unë të lë, nuk më leti, më duket si çudi. Do të shkoj më mirë o djalë, më mirë të rinj të ndave. Sa jemi erë, sa jemi? Janë 5-4. Pra pa ta në gjithëm 3 rrë. 4-2. Neve nga jegja ty ne ashtu, edhe ku përgjigje. Vazhdojmë. Cilët janë 2 lojtarët e bashkuar në një foto shihni? Ku gjetë ky më? Qeka. Di Marco i Interit? Po? Ky Di Marco e? Po. Janë 2-1. Dhe... është me vathët, prit. Paul
Ai i Argentinës. Jo, e keni Juve? Mirë, gjysmën e gjetë. Lautaro Martinez! Baba e Po thash më koli me vath. O Bushi, mu duk si ai i Argentinës. Qa? Tani pse kundërshton këtu ajo jo? Kundërshtova unë? Po ja bërë këtu pra? Ty të është bërë vetëm... Jo. Ku kundërshtova unë? O Peqo, që bërë si ekspert. Vazhdojmë 6-4. Jo, që me 6-4, Marina, sa jemi? Jemi 5-4, gjysmën e keni gjetur ju, gjysmën ata si doni. 5-4. 5-4. Si me jena 5-4, ne jena 7-2 për ne. Që 5-4 në vendet në Po brapa? pra, po i tjetën ata e një ju, përndaj. Qa bërë? Ama fair. 6-4 për ne, fair. Sërish janë 2 lojtarë të bashkuar në një foto shihini. Kush? Sala? Edhe Sala dhe Portugezi, i që luke Manchester United. Hernandez! Messi më! Messi! Pra parazim. Po përsor Sula, më falë. Ka më burë. është Benzema. Po që si dike regulorë, më farë për... Po flasim ne më nemi të e gjithë, ti të në thu Messi. Unë e thash gjysmën, do them dhe gjysmën, një të alu rekord. U që në të e regulorë, më. Ore, Portugezi e the gabim, e the portugezi, jo, i thash Koli ta është portugezi, ke ty s'ka ardhë fjalla. Jo, ti them Unë ai diskutoj me portugezi ekipin. the. Po diskutoj me ekipin, kur kthehemi ke ty pastaj. Unë s'ta kap do të kur mat, po. Marina, tani këta që përpiqen të jenë kaq profesional në gjetjen e këtyre, duhet të ndihmojnë dhe policisë për gjetjen e identikitës tani. Se kjo ishte shumë e vështirë. Jo, kjo ishte lehtë. Ishte lehtë, jo ishte lehtë. Ka sy të duli si Messi, ishte drejt profa. Kjo ishte lehtë, E quajmë 6-5, 0.5, 6.5. Vazhdojmë. Cili klub europian është duke parë flokët e lojtarëve? Shihni flokët edhe gjeni klubin. Arsenal! Bravo! Po i ra shumë Birbilit, E gjeti Starova E gjeti, po unë i rash Birbilit. Madhe profesori, madhe. Si falë më këtë pytje? Madhe profesori, madhe. O, pse i rash Birbilit për bukure? është Marina që ma të rego bukur. Më shumë merë me Marina se sa merë na ka utu farë. U dëgju kufja, Kush u dëgju? që the Arsenal, po vazhdo. Po pse se vete? Ja ka thënë? Ja tha ajo? Peqo, unë sa dal nga emisioni, 200 mesazhe. Marina e bëri kështu, Marina e bëri kështu. Po e s'pushojnë mesazhet. Neve na a më Peqo, nuk flet tani, neve na sekuestru telefonat. Që vjeqa më shkrujnë... A më fliti. Po bëj me hile ju luta. Nuk po me hile. Starova e dinte. Marim shkruan... Mu gjevi pam, unë pam. Mami jot me përsor sulin duhet jetë. Vazhdojmë, Me përsor sulin duhet jetë. Jo. Se deri sa përfiton ti, ka thënë Marinës... Jo, mami Marinës bëti vozlik për ne. Inshallah. Mami jot, po s'mduket se do la mbante Marina. 7-5 për ne. Sa është rezultati? 7-5. Jo, edhe këtë të fundit. Cili klub mungon në karrierën e Van Dijk? Shiheni pak, cili mungon? Kush? Okej. Kam unë radhën, pritje. Është në Holland, ai është holandez, është në Holland, klub në Holland. Ka shumë para Marina. Kush i ra për para? Feyenoord. E saktë. E the gabim. Gabime? Feyenoord. Po jo, bursësh, tjetër. Thuaje, Peqo. Southampton. Bravo! Aty me gojnë. Bushi, Loku, Po ka lujtë ke Feyenoord. Edhe unë Feyenoord do thosha. Qa forme sot dhe Peqo, ha? Qa forme sot. Alla grande. Starova, e njësh. Gjo, sa i tha, që ku erdi këtu në emision, i tha pse që ke këshu dhe e ja thash që ti pas ka dhonë gjithë pytjet. Ta thash që ti ka dhonë gjithë pytjet, Marina? Roboti ma men pytjet dhe qatë të Të gjitha ti ka dhonë. Gjitha. Se e pash që si reagoj. Emri i parë, cili është? Me qaj shteti? Argentin. Janë gjithë ish lojtar. Ish lojtar. Po. Mes fushor? Zambrano. Gjeros? Ja. Pa flok. Qështë, në? Cambiaso. Bravo. Oh my God. Tuajt na e bëj e njështë duke eja si tre. Ta jemi, mos e kanë shkuar, janë...
Keni humbë... Tre para. Tre para. Aja Linanit na i vë atë gërmën e parë, na i vë ne, pasaj gërma parë bëhet kë. Vëlla gërma të mirë. I dyti, shiheni pak Spanjë. Kukureja. Jo, është Kemi në radhën. Jo më thuj qatë. Jo, vazhdoni. Ku s'pa ish lojtar? Ish lojtar. Ami, Marina, mire? Jo. Na i prish me atë jën, na i prish me jën. Qofse fillon me jën. Mbrojtës. Fillon me jë. Po ashtu i fillon emri apo? Po se pasaj del kë aty ke jëja. S'po e kuptojmë. Ashtu doli me Esteban Cambiasun, se di këtë, mos ti se na autobet i fare na trashë sot. Është mbrojtës, nuk e gjejmë. Joan Capdevia. Kukurela? Jo. Capdevia, po thuj madje na i bën ai lojtar. Joan Capdevia. Po ç'a bën ai Capdevia o Alinan thuj? Vella lojtar me emër. Italin. Shiheni pak. Itali. Mes fushor. Kampion bote. Ravanelli. Me origjinë duket nga Paraguay. Zambrota? Është me flok gjata. Bish lidhura. Antonioni? Jo. Kampion bote me flok gjata? Jo, s'është tjetër. Tadeleja. Eci, Mauro Camoranesi. Camoranesi. Dhe i fundit... Si ka mundësi më bëmë la lojtar me emër? Camoranesi. I fundit është nga Gjermania, shiheni pak. Okej. Stefan Effenberg. Bravo. Bravo. Sa jemi? Një para. Sa jemi? Një para ju. Jo, një para. 9 me 6. 8 me 6. Kemi dhe pantomime. Mirë, tani. Mirë. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi këtu me pantomimet. Se ka prape? Si qa për këtë? Ju lutem, shoh që më vinë shumë mesazhe që mos bëj me hile. Nuk bëj me hile, e di të gjithë kuicin, e ka kopin. Ti e ke të gjithë kopjen. Nuk po bëj me hile, thjesht publiku të shet ty. Ti e di si e ke portretin ëngjëllor, si bebe, si burr bebe dukesh. Kështu jo, më li mirë që s'bën as të keq ti e. Nuk e di. Pse si gjetëm? Marina. Pse fitojnë ata? Marina. Të fundit se e kishin ndryshuar në. Ti thot ti kopjon dhe fitojnë ata. Unë kopjoj ata fitojnë. Ju i bëni gjitha ato gjërat të mbledhja që ju bëni. Ju i vendosni ato gjërat të mbledhja që bëni me producent. Unë me Bushin arrim në ora 10 pa i qerek. Ulemi, ku i morëm vesh? Unë 10 pa 5. Si ha fare unë këto? Ore, publiku të thot ty se ti ja bën me gisht atyre, Marina. Jo. Se kjo është të demoralizosh ato që studiojnë. Bëjmë të parë. Dhe bëjmë të parë, Marina. Bëjmë të parë, Marina. Jo, këto, të rejat. Me të rejat. Keni burimet e brendshme. Spionazhi industrial, spionazhi futbollistik. Me këto të rejat, Bushi me këto të rejat. Marina, shikoj qik, Marina, ke syri Bushin. Shikoj qik. Do luj nesër. Argentinës. Lume Argentinës. Kapiteni Argentinës ka pas lujt. Mos fol, mor burr, mos fol. Lujet atë tamam. Mos fol, mor. O Bush. Ka lujt bashk me Messin, gjithmonë bashk. Më jo, pa e thash Argentinën. Argentinën. I shkurtër me Messin gjithmonë bashk. Argentina, edhe... Jo, pa e prish lojë. 7, 6, 5, po mlere hapë, nuk mlere hapë, fol. 2, 1. Mos bë falla. U doli blof muhabeti. Po së le Marina me ta shpjegu. Hajde ka planu, hajde. Po jo më blof qapë se zizim gjo. Ka problem. Shlidhe ka. Po si kur i gjem na i kanë thënë, kurse kur nuk i gjem, dalim blof. O tani vendose. Pse gjetëm tani? Pse gjetëm tani? Janë të tosta në kokë, bëra tani last minute. Ato të tjerat i din përmendësh, i anullova ato të tjerat. Si last minute më ti ke 8 orë që i ka të gjitha. Fernando Torres, Bogdani, apo fliset me njëri tjetër juve, si ju dëgjova, mos bëni kohë. Jo, Bogdani e tha Peço, jo unë. E tha Peço, Bogdani. E tha Peço për çfarë? Po, unë e thash. Bogdani e tha Peço, shpuna me Bogdani. E ka që me mua, tha. Na pas ka rrëshkim. E the ti Bogdani, nuk u kuptua fare. Shoftëm? Jo, dhe a lektyr. Marina i bën edhe e thot nuk i... O, Peço.
Ja bën kështu 4 gishta dhe i thot publikut. Këtë nxjerr skaletën ja bën kështu. Publikut i thot jo, i thos. Kaplani, pak më këtu. E njeh kush është apo jo? Pak më këtu. Edhe pak. 200 vjet nuk e ktheoje, Peço. Portier. O Peço, ktheoje këne. Portier, okay. Si po si kompetent. Ti do i gjesh këtë mëse e kënë mesazh. Nuk e gjen kurrë atë. Jo se kena. Po, aha. Se gjen atë s'ka shans. Three Lions. I anglis. Bravo. E gjetit anglis. Se gjenë burdot. Më përpara. Po, si boj. Të trasdo ftyra Peço. Me Brazilin gol kaptuar David Simon. Bravo! Po sa minuta? Sa minuta? Jo, me sekonda, edhe 4 sekonda. Po pse si flet atyre ti 7, si flet? Ishim formë, streson, ata si streson. Ishim formë. Presioni lojë. Unë streson, tu, duke thënë 7, 5, plus dhe si flet. Pse bësh xhelos? Do e bësh ti Jo, më, por nuk është arbitre. Sa vjeç ke qenë ti kur ka luajt Simon, që e ma ke men Simon? 2000 sa vjet? 2002 që ka luajt Simon. Ti ke qenë 14 vjeç 2002. 14 vjeç unë, më ngatron pak. Genti. Merë për kompliment. Numër 7. Ta shohim kush është për kurioz. Ai lojtari e Egjiptit. Lojtari e Egjiptit. Po ikën sekonda, qa mos ta bëjmë fare, thyre Nadin kaloj. Vazhdo. Jo, ka, mos t'i merak. Do luj. Ka luj o do luj? Do luj nesër, o pas nesër. I Argentinës? Po. I Spanjës? Që më përpara 7. Raul. Bravo. Winger? Apo mes fushë? Butragueño. 9. Butragueño. 7. Ja, kam baruar koha, po jo lë. Qatë lërë si marinativ, edhe janë 7 para, tani kleti. Dhe tani, kot. Unë këtë se njof. David Villa. Se një vjen? Si e keni Meravia. Po sigur, ti ka bove nga ajo. David Villa, Jo, më jo. Po si ku i gjejnë to. Janë të që kemi bërë. Do t'i jap tani. Doni ma, apo keni Peço, fitu sot bind? ke treguar polic italian, disi jetë polic italian dhe, qeke ti. Do t'i jap. Ami ipja se do i gjithë këtë. E ka të me mesazh me ma. Haj. Do e bësh ti? Haj se bën mirë. Avion, jo me jo. Mregull. Okej, hajde. Mjaftë për sort i dhanja 5, që do t'i me gjitha koma, më të? Shvitani do i... Po. Dhe e qiko? Tërgoja pak profesorit. Po jo është Ama është i zi me njërë të zezësht. Po e di më Obushi. Obush. Nuk e din atë. A i nuk e din mi? Po e ve me basnë që e di. Jo, nuk e di, Mes fushor. Shife mes fushor. Te Reali Madridit. Eja pak më këte. Francez, shiku ta gjej. Po e Obush më më. Te kush ekip? Te Reali. Franca. Mes fushor ka luajtur përpara. Po. Kante. Me tha Koli, ta tha Koli se tani dole kundra Marinës kundra ishë tani. Qa, e kini për potesat. Si? I keni eq. Po se u mërzita i se pa drejtësi e papame. Po ju që i normala i mërzita. Atere, si dini me përgjigjet? Nuk e di ka janë këto burë. Pantonime në qatë qevi. Po se gjetje se ta tha Koli. Po e thamë në fund para. Jo, Marina nuk e bëri kujtësin si që duhet sot. Gjë Alinanin djali i ri, shumë i mirë, po duhet vazhdon të ke kujtësi që... Po pra, po ka i gjë, dëgjo. Kur arbitri, më dëgjo pak, nuk shkon fare për ta thënën, po kur arbitri për shumë nuk është arbitru mirë, e di që është e rëndësishme. Peço, je i lumtur. Bravo, ne duam me thurin të. E do ta prek. Edhe vet, po nuk po gëzoj. Nuk e pëson. Nëse pak monitor. Prek e pak. Po që du me mbeta prek. Shumë e bukur që ka të shkon. Dëgjoj. O logo. Ata as nuk gëzojnë, mërsira e mbjeta që mërsira. O logo. Qofta. Ke fut në i djekë se mërë, në i që kanë mirë. Jo, ka gjithë e cili pjatë në vetë. Shkoqoj. Na shkoka kjo. Me ta që ka fut djekë se ka haje më kur haje. O, tani nuk quhet haje pra se janë qofte shumë të mira. Pa haje për tani. Po qaj të folë bushër për haje. Hajni ju lutem. Bo, me Tabasco. Kushtrim haje se ju se keni fare problem djekësi në Kosovë, kështu që...
Që kanë mirë. Ne morëm kupën, nuk hajmë gjo, vetëm ato? Si. Ne morëm kupën, s'pajmë gjo. Që kanë super. Peqo, falenderoj me mesazhe. Ja. Dëgjo. Që kam rap. Më fal, po s'po jo djeg. Ore, ne për i natin tatë nuk do e përtypim djegën edhe nuk... O Bruna, ja ke Po mira, ata bashkë fajtor dhe bashkë vuajtës, apo si këta dy tjerët? Jo, Si ju dhe po e shioni. Nuk kanë ngrënë drek sot. Nuk kanë ngrënë drek sot. Bruna dhe i qik ta basë. Po Pedro, a më qoni, bëni foto, ha? Bëjmë foto, arru foto. Qoni për hapra. Bëjmë foto, hajde. Kujdes. O sta, që e që të Bëjmë foto, hajde. Në fazë. Marinë gjithmonë, ja. Tarova, kam unë një kërkes. Qa muzikë bëjë, ju muzikë që ku po ikin? As muzikë s'keni. Edhe muzikë. O Gente, më dëgjoni. Ma ish një ledin, një lutem. Starova, unë kam një kërkes. Do ma plotësosh? Je shumë i mirë. Një këngë. Ta këndojmë bashkë. Se e kisha parashikuar që do humbje ti harrova. Hajde i qopte unë. A mos ta rov tani është italisht o burr. Qa të këngë të kënëm? Po është vagabondo si se din. Super. Hajde me mu këto. Hajde tani mos ma prish mu. Hajer. Vereni tani. Pa muzike. Me muzikë. To. Marina. Mi jep neve një mikrofon, shpejt. Si stash të prishëm. Ja sta. Io, vamos a usare Giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa sembra dura, non può essere l'età. Una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia. Ma ragioni del refreno. Quel bambino. Un vagabondo. Io. Bondo. Non fanno così. Se ti fare. Soldi, scanno ne ho, ma lassù mi è rimasto io. Ta roba je shumë i mirë, publicitet. Jemi rikthyer live. Homo Koli, lexoje atë mesazhin. Lexoje se publiku se di si është e vërteta. Lexoje mesazhin. Ja, merrni tani një mesazh. Koli mos u mërzisni, nëse s'është Marina me ju është publiku. Lexoj dhe tje mesazhe. Jemi në fund fare. Ajo e ka quar mirë, po thuja saj që këto djegëse t'i hongërm neve. Pushtri, faleminderit shumë, Krita. Faleminderit Ulpiana. Starova ishte mrekullueshëm, faleminderit shumë. Ne do shihemi nesër mbrëma, natën e mirë.